Është fenomen i njohur dhe lufta ndaj tij nuk mbaron asnjëherë. Përndarja e drogës mes të rinjve në shkolla tashmë rrit emergjencën për ta luftuar edhe më ashpër këtë fenomen. A është zvogëluar rreziku që i kanoset fëmijëve në shkolla? A është kthyer vëmendja tek ky problem që ka në dorë jetën e shumë të rinjve? Prindërit e tyre, a janë tani më të qetë? Sa të sigurt janë fëmijët shqiptar në shkollë? Channel One bëri një vëzhgim të realitetit në shkolla dhe më gjerë. Gjatë vizitës në shkolla të ndryshme në kryeqytet, bisedua me drejtoreshën e njërit prej gjimnazeve MNZ në Tiranë, Raimonda Kanina, për të mësuar mbi masat konkrete që vetë shkolla si institucion edukues dhe formues ka ndërmarrë. Prindër, senat dhe këshilli pedagogjik, stafi që është goxha i përkushtuar në këtë aspekt, na ka sjell ta kemi këtë fenomen gati inekzistent në shkollë. Periudhën nga marsi, prillit, ne kemi patur më tepër informacion që këto gjëra ndodhin, kemi nëpërmjet kamerave kemi parë disa lëvizje të dyshimta që në fakt në zonën e caktuar mbanin kontakt me të tjerë jashtë të oborit të shkollës, të cilat gjithmonë i kemi parë në prizmin që mund të jenë një risk i mundshëm i shpërndarjes së drograve të ndryshme, dhe i kemi frenuar këto kontakte, duke marrë masa për nxënësit që kontaktojnë me këta të huaj, por dhe duke njoftuar në komisariat për këtë fenomen. Por ka të rinj që mendojnë se nuk monitorohen 100% nga stafi pedagogjik dhe fillojnë kërkimin e vendeve të fshehta për të konsumuar apo shpërndar lëndë të tilla. Kjo tashmë nuk ndodh, pasi në çdo shkollë janë vendosur kamera në të gjitha pjesët e saj, çka e bën të pamundur që një nxënës të bëjë një veprim të tillë. Ja si na e shpjegon drejtoresha Raimonda Kanina monitorimin e pandërprerë të nxënësve si një ndër masat kryesore për të parandaluar këtë fenomen. Kjo është bërë në bashkëpunim me komunitetin e prindërve nga bordi i shkollës, i cili mundson dhe realizon vëzhgimin e nxënësve në gjitha ambientet dhe në ato që ne i quajmë ato skutat e fshehura të shkollës, siç janë ambientet prapa oborit të shkollës, siç ju e shikoni, disa ambiente pranë palestrës, dhe disa ambiente akoma më të fshehura fare mbrapa shkollës, në kontakt apo në kufi me disa shtëpi private, zonat e riskut apo zonat jashtë kontrollit të stafit pedagogjik me sy të lirë, për cilat këto kamera ndihmojnë që të bëhen për ne të zbardhura gjithashtu të jenë po kaq të vëzhguara, po kaq të monitoruara si dhe pjesa përpara shkollës. Në fakt nxënësit janë monitoruesit më të mirë të njëri tjetrit dhe mund të japin statistikat më të sakta se sa ky fenomen është i pranishëm në shkolla. Këtë vit është shumë mirë, kanë marrë shumë masa dhe zakonisht te shkolla Petronini nuk ka shumë përdoruse, janë të pak në numër, domethënë. Por ka ama. Po në një numër të vogël ka. E megjithatë institucionet e rendit janë dora më e fortë e parandalimit dhe eliminimit të rasteve të tilla në shkolla. Sa të pranishme janë ato? Dhe çfarë po bëjnë konkretisht për të luftuar dita ditës këtë fenomen? Policia e shtetit në çdo shkollë ka nga një përgjegjës. Ka nga një përgjegjës, përgjegjësi i shkollës zakonisht është specialisti i policisë në zonë dhe mbështetet dhe nga patrullat e përgjithshme në orët e fluksit, siç e thamë. Në të gjitha rastet kur ka probleme në shkollë, stafi mësimor apo kushdo tjetër që konstaton me njëherë njofton në gjitha, përveç se njofton numrat e telefonit që instant apo në komisariate, drejtuesi e shkollave të parën që njoftojnë është përgjegjësi që e ka të shkollë, domethënë specialistë në policisë që e kanë ngarkim atë shkollë. Pastaj ndiqen rrugët procedurale parandaluese që mos të ndodhin me incident të tilla. Aktualisht në Shqipëri janë rreth 60.000 përdorues të drogës. Mosha mesatare e personave të trajtuar gjatë këtyre viteve është rreth 27 vjeç. Studimet e fundit tregojnë se 7% e personave të moshës 15 deri në 18 vjeç kanë eksperimentuar kanabisin, 4% me ekstazi, 1% me heroin dhe 3% kanë përdorur kokainën. Janë këto të dhëna që rrisin dita ditës nevojën e luftimit të këtij fenomeni edhe më i frikshëm tek të rinjt.